në për protesta që organizohen në Koçan dhe në Shkup, e lexoj në shumë pankarta korrupsioni. Përflitet shumë korrupsioni, është pjesë e diskutimeve politike, gjëja e parë që kur kërkojnë politikanët të futen në pushtet thonë është korrupsioni që do e heqim, por vazhdon të jetë shumë e pranishme në shoqërinë tonë. Generalisht ne kemi tre mangësi shoqërore, kolektive. Para korrupsionit është prindi dhe edukata prindrore, dhe ndërgjegja dhe përgjegjësia e prindit, që nuk e din ku e ka fëmijën e tij dhe nuk e pyet ku është duke shku. Sa ai kur të thotë do të shkoj me një sallë kaq metra katror, 500 veta do të futemi brenda, a e din se ai vend është i parapon për 100. Thotë jo, ti s'ban me shku se ka rrezik jete. Po. Është pastaj edhe faktori korrupsion. Korrupsioni, faktori politik, edhe të udhëheqës dhe prijesve të institucioneve që fatkeqësisht tek ata praktikohet dhe vazhdon të praktikohet korrupsioni, që është fetarisht nga mëkatet jashtëzakonisht të mëdha. Mirë dhe vaj për atë që ushqen veten dhe fëmijët e tij nga korrupsioni. Ai korrupsion është një zjarr që ai fut në shtëpinë e tij, që djeg ardhmërinë e tij, ndërgjegjen e tij, por djeg edhe lumturinë e pasardhësve të vet. Le të dinë që secili i cili merr guximin me zgat dorën me marr korrupsion dhe me atë korrupsion të cenon sigurinë, lirinë, mirëqenien e qytetarëve që i ka marrë mbi supet e veta, t'i udhëheq. Kryetarët e komunave, drejtorët e drejtorive, ministrat e ministrive, dhe kështu me radhë. Po. Tek ne është edhe një problem tjetër, problemi i hatrit. Po, zakonisht e përdorim shumë këtë pjesë. Problemi i hatrit. Se ndonjëherë ndoshta nuk ka korrupsion me pagesë, po për shoqërie. Se ka daje, ka nip, e ka njofshëm komshi, e ka kështu, e ka ashtu. Na me dojmos duhet të kuptojmë një gjë, se çdo send ka kufirin e vet. Andaj i dërguar jon na thot në thënien e tij, thot çdo mbret i ka kufit e veta. Kufit e Zotit janë ndalesat, që s'guxojnë mi të kalon. Dhe çdo njeri duhet t'i ketë kufit e veta, ta ketë edhe për kufizimin e vet deri kur pranon hatër. Unë me ty për hatër mund të qëndrojmë edhe 1 orë, gjysmë ore, ama unë hatri yt nuk mund, as ti hatri im, nuk mund të i them rregullat njerëzore fetare, madje edhe ligjet që janë në të mirën e përbashkët. Andaj çdo send duhet të ketë kufirin e vet. Pikërisht për këtë arsye them, duhet të ngritet vetdia kolektive, shoqërore, që mo kësi raste mos të na përsëriten. Dhe të marrin mësim seriozisht, dhe të mos japim ngjyrë as etnike, as politike, as fetare. Se nëse japim ngjyra apet, do të vazhdon të na ndodh kjo, se na ato që japin këtë ngjyrë thonë mire kanë ata, se tani janë maqedon dhe janë jo musliman. Do të bëhet një zinxhir i gjatë. Pastaj nëse do të na ndodhe Zot na ruinën, nuk e dim të ardhmen diçka. Ata do ta thonë të njëjtën dhe llogaritën si do të ndjehemi ne. Na është koha që të ngrisim vetdijen tonë dhe logjika e shëndosh të punon këtu në këtë rast dhe gjithë së bashku të ngrisim zërin më lart që këto raste më dha Zoti asnjëherë të mos na përsëritë.